Ke qenë këtu të ky mitingu? Po më kujtohet shumë mirë. Ke qenë? E kemi pritur po si të sheshë. E ke pritur? Te ura aty ka kaluar. Unë kaloja kështu, ai kaloi kështu. Me dorë shkoj te vilat. Jam bërë një blok vilash atje. Sigurisht edhe për paqe, po ndoshta jam bërë edhe për kohë. Jo ndoshta, po për kohë lufte ishin ato, se vetëm një herë fjetën në veri aty, një natë kanë fjetur në veri. Mund çfarë ka thënë në veri? Ka lendur kohë të gjata. Aty Sarsia aty u mlodhen i gjithë skraparit, do të mbushi gjithë sheshi aty edhe ajo Lulistja Rizazerova, një popullat shumë e lendur, shumë njerëz. Edhe mbajti para Komunitetit Partisë, mbajti fjalimin. Sa shtiti nuk e di çfarë sa ata, si më kujtohet për këto fabrikat plastike, se sta domethënë do bëhen këpucë plastike, do bëhen këmisha, do bëhen kështu, në fabrikat reja domethënë mendonte ai që do bëhen në Tiranë, sa gjëra kështu domethënë sa premtime, sa gjëra që do realizoheshin. Edhe përshëndeti popullin e Skraparit, deti i kohë të gjatë ai në Qerovot? Deti një javë ka detur. Një javë? Një javë, po. Çfarë thua? Ka ndonjë javë? Një javë ka detur. Në veri, ë? Ishin 79 nëntori, kështu ka qenë. Po pse në një javë? Po rrinë në veri një javë në një Po kishte ai ato mbrapa edhe thellë ata, domethënë shërbimet i kishte sera mbrapa. Ama një javë Qerovota pas ka qenë kështu, ë? Po, jo më lirë, nuk kishte probleme fare. Nuk kishte probleme fare në popullat, ishin të lirë të gjithë, lëvisin, bënin, nuk kishte... Foto tjetër? Kanionet, doktor? Ato janë kanionet që atje... Buguri natyrore që si ka kush. Sharova atje është bërë një hotel, më duket të rëshiti, atje në Qerenisht është bërë një hotel, atje në... Nuk kam vajtër, po më kanë thënë që është bërë një hotel i mirë. Doktor, ishim të ndërgjeshëm ne që kishim një buguri natyrore kaq të mirë në atë kohë? Pse duket sikur se shfrytëzonim, se dinim? Skrapari, e dinte që kishte kaq buguri kjo e kanioneve? Po. Qorovota është në natyra e tillë. Natyra e ka falur të gjitha ato standardet më të mira për të jetuar. Po? Qoftë prodhimi, është prodhimi, sigurisht janë prodhime në atë kohë, pa pesticide, po ashtu janë bio, edhe ujtë po ashtu, klima e pastër, edhe njerëzit, domethënë, ajre në atë kohë thoshin 8 orë punë, 8 orë gjumë, 8 orë dufrim. Dernin në shëtitje. Si ishe 8 orë punë? 8 orë gjumë. 8 orë gjumë? 8 orë dufrim? Punë. 8 orë punë, 8 orë gjumë, 8 orë dufrim. E 8 orë dufrim ata e shëtisin tërë të ambientet aty. Dërnë Sharova, kanione, tjera, domethënë, me fëmijët i merrnin dhe dernin 13 vite. Foto tjetër? Ja, Qorovota aktuale tani, se kjo është kështu gati 360 gradë. Jo 360 gradë, tamam, po ka kënd shumë të gjerë. Dhe ky është qyteti tani. Tani s'ka banor, kanë ikur. Kanë ikur gjithë tani. Si e shikon këtë që kanë ikur banorët e Qorovotës? Si e shikon faktin që kanë ikur banorët? Nuk kanë ikur. Është ti kalimi i sistemit, domethënë që një si thua, një e papritur e një furtunë për Shkapalinë, se kupton ti? Edhe atëre të gjithë u larguan. Edhe disa shkuan në Tiranë, disa shkuan në emigracion, disa ne dhe o burra të ikim në Qorovota për një jetë më të mirë. Edhe kështu që ana ekonomike më tepër i detyroi që të largoheshin. Okej. Foto tjetër? Doktor, kjo është proklamata e pavarësisë në 28 nëntor 1912. Një nga ata që ka firmosur është edhe Xhelal Koprënska. Kush? Xhelal Koprënska. Ja i firmtari Xhelal Koprënska, po, Xhelali. Dua një mendim tëndim për këtë, se ata 40 firmtar janë. Një nga ata është nga Skrapari. Xhelal Koprënska. Dua një mendim tëndit. Çfarë mendimi ke për këtë figurë? Shiko, nuk kam shumë informacion, me thënë drejtën, po di që ai ka qenë i djasë. Me sa di unë. Ata që firmosën 28 nëntor s'ka djathët majna, doktor. Po. Ata ishte beler ishte, dhe firmosi hipotekën e shtetit, kaq. Po. Nuk kam informacion, nuk mund të flas. Okej, foto tjetër.
Raki Skrapari. Po, rakia. Ani, rakia u ka bërë mirë Skrapalive apo i ka dëmtuar nga shëndeti? Dëgjoj se Skrapari ka një raki cilësore. Edhe mund të përmend disa fshatra që kanë më cilësor. Më cilësor kush janë? Po, Visocka, Prishta, Spathara, Zabërzani. Është një raki shumë e mirë. Edhe në atë kohë nuk kishte spërkatje, s'kishte domethënë pesticide, kështu ishte raki origjinale bio. Rakia. Rakia tash ti, rakia Skraparit është e dashur edhe është e respektuar e kërkuar në gjithë Shqipëria. Domethënë është cilësore. Tashive, lidhur me atë, me aspektin shëndetësor, ta them unë, çdo gjë që gjithë alkoolet e tjera, jo vetëm rakia, po e kalove konsumin jashtë masës, të dëmton. Të dëmton? Të dëmton jashtë masës. Po Skrapalin pinin? Jashtë masës. Pinin Skrapalin? Unë. Jo, Skrapalin, prisë do të pyes këtu. Skrapalin. A kanë pirë? Skrapalin kanë pirë, po më shumë kanë pirë këta që ishin zyrtarë. Pinin ata, ha? Zyrtarë aty në Çoravod, ose në për zyra, në për kështu, në për fshatra, në për këto, ata pinin, sepse ishte ambienti, vinin tek ata familjarët dhe fillonin me dollije, me kështu edhe e kalonin atë masën e pije. E kalonin? Thonë ti edhe jepte dëmtime, po një pjesë e vogël ka qenë. Kurse në fshatin mua s'm ka ardhur asnjë, sepse unë bëja konsulta me stilin e kardiologu për të shikuar fundus okulit e retinën, se jepte ndryshime retinë. Ajo zemra e pija alkoolit ashtu edhe në qyteti më vinin. Në qyteti? Shumë, edhe përfunduan me jetë shumë të shkurtër. Po ju, doktor, pinit raki? Unë? Po. Unë pi shumë pak, po unë kam një gjë që pi deri aty edhe pastaj më stop. Stop nuk ma pranon me. Pi 2 goda, 3 goda sa ma pranon e pastaj nuk e Si 2 goda, 3 goda nga ato të vogla apo goda ujë? Jo, goda të vogla. Se i mat thoshte rakia pihet me goduj. 50 gram. Jo nga ato të voglat. Kështu thoshte i mat tani. 50 gramshe, 50 gramshe. Okej, foto tjetër nuk e di kemi. Tani, doktor, të ka vënë këtë foto, ekipi i futbollit. I vetmi argëtim në atë kohë ishte ajo fusha atje dhe ekipi i futbollit. Futbollit të Çoravodës. Po, Maxi Bregu. Të kujtohet Maxi Bregu? Po. Portieri. Po. Dhe gjithë ta tjerët. Tani, e shikoj, e ndiqje futbollin? E ndiqje futbollin, doktor? Futbollin. E ndiqja se dhe djali merresh me futboll. Po pra. Merresh. Po çe ishte ky vend aty, ajo fusha që ishte një monument natyror aq i dashur që të gjithë aty, gjithë qyteti vinte shikonte futbollin aty, doktor. Po. Aty ishte domethënë më ashtu ajo fusha ka qenë çike ashtu, pastaj u bë me infrastrukturë fusha, u rregullua me. Pastaj u prish. Të tjera gjëra. Pastaj po. Po pse e prishën? Po pse e prishin? Po pse Të pëlqente vije, shkoje shpejt, i shikoje ndeshjet shpesh? Po. A mban mend ndonjë nga këta futbollistët? Po kanë vite shumë edhe ata kanë qenë të rinj. Max Bregu. Tefik Asanago, Maxi, po. Tefik Asanago, Bert Musai, që ka ndruar jetë i shkreti dhe i ndrit shpirti, se ka një kontribut shumë të madh. Ti ke moshatarët tënd ata i Jo, si janë moshatarët e bjeta, por unë isha fëmijë i ndiqa, Astrid Guri e të tjerë. Po. Okej, foto tjetër. Mars 1981 kjo foto. Doktor, Mali Tomorrit. Mali Tomorrit është një pikë shumë ashtu domethënë interesante. Edhe atje vjen atë gjithë Shqipëria që bën ato faljes, atje është Abasaliu. Edhe unë kam vajtur me prindërit kur isha i vogël, po jam vajtur në majën e çukën e Tomorrit, i thonë atje. Po pse vajt atëherë? Besoni? Po atje për të falur, për të marrë kurajo, për të marrë domethënë ato. Ishe besimtar? Ti besoje? Besoje në Zot? Besoni ti në fe në Zot? Po. Besoje? Po pasaj? Unë kam vajtur atje nëse me prindrit, po? Edhe ishte një traditë që do kishim kurbanin me vete. Edhe atje ishte një vrim me madhe, ishte dervishi aty, edhe e therëm kurbanin, edhe gjaku binte në atë vrimën, ikte poshtë. Lëkurat i mbante ai dervishi, kurse ne merrmi mishin edhe vimit e qeja, te pylli aty te pishat, edhe tërë natën e piqim dhe kalojmë natën aty. Unë isha i vogël atëherë, nuk e di se kam qenë 6 vjeç, 7 vjeç. Edhe është një pikë shumë interesante. Po tani mbas 90-s ke shkuar? Jo, s'kam atë. Foto tjetër? Kemi foto tjetër? Nuk kemi foto. Ky ishte foto e fundit. Doktor,
ka një nismë nga profesor Sherif Bundo, Po. që dollia të shpallet kështu trashëgimin UNESCO. Po. Tani do doja 2 fjalë nga ana juaj se ju si mjek, si një intelektuali asaj zone. Në aspektin shëndetësor, dollia është e dëmshme, sepse pijet pa kontroll. Sepse asere ishte tradita kështu, e ngritë njëri me 5 goza, me 10 goza, me 15 goza dhe i thoshte pije plot, pije plot. E detyronte. Tashti, e detyronte dhe pinte plota, edhe krijoshin deje dhe dëmtime, domethënë në kuptimin e asaj, egzagerohej pija. Po, në ana kulturore, ajo ka vlerën e saj. Pse? Ka vlerë tradicionale, ka vlerë domethënë tradicionale po, kulturore, pse jo dhe sociale. Kështu që unë jam dakord me Sherif Bundon. Jam dakord. Se ishte dhëndër Çorokut. Ka vlera, ka Ai ishte vlera. përmeti. Doktor, kam një pyetje tillë. Si ishte komunizmi në Çorovë? Si funksiononte? Ishte i egër? Komunizmi. Tashti unë me thënë drejtën, nuk jam marrë dhe jam prekupuar se kam qenë gjithmonë larg politikës. Larg nuk i kam patur qef këto, edhe prandaj edhe nuk jam futur në parti e tjera se jam propozuar. Unë kam parë zanatin edhe kam shumë pak informacion. Shumë pak informacion. Po mirë, ju aty jetonit. Unë e thashë, në atë kohë, në ana psikologjike njerëzit ishin më të qetë, më të lirë. Kurse tashti ka ngarkesa. Kurse ana ekonomike ka qenë e dobët. Tashti ndryshon, emigracioni, bizneset, lëvizjet në Tiranë, në vende tjera që ka frimarje ekonomia dhe kështu ka ndryshuar ana ekonomike. Okej. Doktor, jemi në fund të emisionit. Falenderoj shumë për bisedën. Po, faleminderit e juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.